Përshëndetje, do të vazhdoj me teknikën tonë dollar cost average ose DCA në Bitcoin. Do të vazhdojmë me teknikën tonë dollar cost average, por para se të vazhdojmë një javë me këtë teknikë unë jam bërë. Do me thonë, sot do të bëj blerjen e Bitcoinit në vlerë $120. Për shkak se javën e kaluar, për arsye personale, nuk kam pasur mundësi që të bëj video dhe të bëj blerje, dhe sot do të bëj përsëri blerjen, por në vlerë për $120. Do me thonë, sot do të bëj blerjen e sotshëm për këtë javë dhe për javën e kaluar. Po shkojmë në Bitget dhe këtu mundeni me pa që deri sot kena investuar $740. Këtu i kena sasien, dhe me thënë dollarët që do të shpenzojmë për dollar cost average DCA në Bitcoin. Dhe do të shkojmë në këtu, do të shkruajmë BTC USDT. Kur do të shkojmë në BTC USDT, këtu do të shkojmë si çdo herë market dhe këtu do të vendosim vlerën që do të bëjmë blerjen e Bitcoinit. Do të shkruaj, si thash më herët, $120 për shkak se një javë jam me vonesë dhe sot do të bëj blerjen e Bitcoinit për $120. Do të shkojmë në buy Bitcoin dhe mundeni me pa që këtu orderi jon ka kaluar me sukses. Këtu në order history mundeni me pa që kena bërë blerjen e Bitcoinit në vlerë për $120. Teknik do të vazhdoj për 50 javë dhe mas 50 javëve do të shohim se teknika jonë a ka dalë në fitim ose në humbje. Por deri sot me dollar cost average nuk ka njeri teoretikisht që ka pasur humbje. Por do të shohim ne çka do të bëjmë. A jena në humbje ose në fitim. Çdo sen është transparent, chaneli jonë e kena special në rubrikë dollar cost average DCA dhe mundeni me pa investimet prej fillim, prej ditën që kena nis dhe nuk kena bë asnjë shitje dhe mas 50 javëve do të shohim vetë së bashku me ju se qa kena po dhe si funksionon kjo teknik dhe pse në fund çdo herë dalim fitimtar. Mos harroni të abonoheni dhe të bëni një subscribe të chaneli jon. Ju faleminderit të gjithëve. Sot kena kaluar 10.000 subscribe të chaneli jon. Pa ju, ky rrugëtim do të ishte i dështuar dhe jam shumë mirënjohës për çdo sen që keni bërë, për çdo like që keni bërë në këtë channel, për çdo subscribe, për çdo sen. Faleminderit. Ju përshëndes.